Antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Gjingjoni ka falsifikuar dokumentat e pasurisë së tij për të shmangur nga përgjegjësia e rëndë ligjore që ka në ushtrimin e detyrave. Ky është konstatimi i ardhur nga ILE DKPI. Në reagimin e bërë këtë të njëjtë duke shtuar se kjo është bërë në konflikt të pastër interesi nga ana e Gjonit, i cili pavarësisht kësaj ka vazhduar ushtrimin e detyrave të tij, duke zotruar aksione në mënyrë aktive që për vitit 2010 në disa kompani. Burimet pra një report po thuan se QKR-ja ka depozituar në 14 maj kallëzimin penal ndaj tij për falsifikimin e dokumentave të pronësisë. Në njoftimin e këtij inspektoriati thuhet se në datën 25 prill ka filluar procesi i hetimit administrativ të konfliktit të interesit për subjektin Gjingjoni me funksion gjyqtar në gjykatën e Apelit Tiranë. Dhe antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ILE DKPI, pas verifikimeve të kryera, konstatoi mospërputhje midis dokumentacionit të paraqitur nga subjekti Gjingjoni dhe përgjigjeve të ardhura nga QKR të administruara në dosje. Gjyqtari i gjykatës së Apelit Gjingjoni u denoncua nga gazeta shqiptarja.com për pasurinë e tij të madhe të padeklaruar ose deklaruar jo sakt në institucionin përkatës. Shqiptarja.com publikoi kontratat që provonin se gjyqtari ishte ortak në disa kompani me bashkëshorten e tij dhe kishte bërë lëvizje aksionesh disa herë për të fshehur deklarimit. Në 24 prill, ILE DKPI dërgoi në prokurori një dosje me provat ku vërtetohej se antari i KLD-s Gjingjoni ka fshehur pasurinë me një shumë prej 2.3 milion euro. Pas kësaj televizioni Një Report zhvilloi me të një bisedë telefonike në të cilën Gjoni u shpreh se gjitha ishte pasuri e bashkëshortes së tij. Po ashtu Një Report solli pamjet e vilës Shampanj në periferi të Tiranës me vlerë 700.000 euro. Një ditë më parë prokuroria dorëzoi kërkesën për pezullimin nga detyrat të gjyqtarit Gjingjoni, i cili është dhe antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Lajmi u konfirmua nga burime zyrtare të prokurorisë së përgjithshme, sipas të cilave kërkesat për pezullimit e gjyqtarëve janë bërë të mërkurën dhe akuza është e njëjtë për refuzimin për deklarim, mosdeklarim fshehjes ose deklarimit të rrënd të pasurisë.